Mirë mbrëma, jemi në emisionin Pa Kompromis në Bulevard Televizion. Emisioni që ka hyrë pas 2 muajsh në javën e fundit, edhe pak ditë ka ngelur nga zgjedhjet. Dhe në fakt unë kam derin të kem 2 miq të cilët e kanë respektuar emisionin duke qenë edhe në fillesat e tij, por që janë sot edhe për të bërë një analizë të asaj që ka ndodhur në fushatë. Dhe pa humbur kohë do t'i prezantoj, kam zotin Ergjys Llana, gjithmonë duke pasur parasysh për kuptimin tuaj që s'kemi konflikt interesi me zotin Ergjys, i koalicionit drejtuar nga zoti Lapa Shqipëria bëhet, kishte edhe një takim të fundit në Durrës, ndërkohë që kam edhe po mikun tim Ndres Pjetri i koalicionit Shqipëria Madhështore, që edhe ku ka qenë pjesë e emisionit tonë, Emisioni respektuar edhe në fillesa. I vetëmi emision qytetin tonë. Dhe për të mos u ndalur në atë rutinën e përhershme, sepse thash këto janë të dy miqtë e mi, kuptohet në një pozicion tjetër, por njerëz që respektojnë median, njerëz që duan median, kanë pranuar të jenë bashkëpunëtor me median dhe nuk kanë bërë atë që po bën Qyryku i pasaportës europiane, kryeministri i Shqipërisë, që na nxjerr ca Bret Kocka dhe ca gjëra atje dhe na krijon edhe ca skena erotike me kryetaren e bashkisë. Janë problemet e tyre që do të diskutojmë ditën e premte, kur unë të kem të ftuar të tjerë të veçantë. Unë desha një mendim të parë, duke pasur parasysh që ndodh për herë të parë në 30 vite që një parti edhe në luftën më të madhe të klasave bojkoton një media dhe nuk e di ç'mendim keni. Partia Socialiste nuk ka pranuar të sjellë këtu as listë mbyllur. Unë e di pse se ka sjellë listën mbyllur, listë hapur, por desha të një mendim me ju në një marrëdhënie me median, sepse funi fajt unë jam këtu për një hapësirë për qytetarët, unë nuk jam këtu për treguar me çka ka i naturi dhe me kë nuk flet turi. Atëherë, Rama nuk pëlqen as i lloj zëri opozitar, as media, as një forcë politike, as i gjë. Kërkon që të gjithë të thonë Edi Rama, mos thonë asnjë gjë tjetër në këtë vend. Kështu që dhe ti mos u mërzit që e pjesë e përsekutimit. Jo, nuk e mërzitur, kënaqësi e madhe kena fituar shumë, kena fituar persekutuar nga Rama, kemi fituar shumë audiencë, sepse këtu nuk ka ardhur ishe instruktori i Komitetit Rinis Luan Zaza, kryetari i PS-s, i cili do na japë pasaportën europiane. Këtu nuk ka ardhur zonja Klodiana Spaju që viziton njerëzit dhe kujdeset ai shumë për ato njerëz, saqë mama i ka punuar komitet ekzekutiv ke sektori i persekutimit, nuk ka ardhur Milo Ekonomi, nuk ka ardhur Andërmiçi që ka firmosur tendrin 84 milion të kurudhës që s'ka marrua akoma. Pra, unë jam shumë i kënaqur që Partia Socialiste ka bërë këtë zgjidhje, por thjesht desha di një marrëdhënie të cilën unë kam denoncuar edhe ke institucionet ndërkombëtare, ke Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Kama pa diskutim, por edhe OSBE-ja. Edhe një mendim tuaj në Ergjys për të mos u përshtuar nga kjo. Unë jam shumë i lumtur që s'ka Partia Socialiste, sinqerisht. Radh parë, ata nuk kanë më çfarë thonë, sepse kanë 12 vite që vetëm mashtrojnë. Nuk ka dhënë kushe sa çfarë nuk ka realizuar zoti Rama në 3 mandatet e kaluara, cilët janë përgjegjësit që kanë realizuar ato pika, sa ka qenë kostoja, sa ka qenë dëmi, dhe flet sot për një pasaportë europiane. Zotëria Rama pa pasur parasysh që ne kemi 2 milion shqiptarë me pasaportë europiane, ne nuk kemi nevojë për pasaportë europiane, sepse po ne jemi këtu i dalim sa dum. Po të ishte pasaporta europiane ajo që na barazon me shtetat si europian, duhet të themi që jemi në NATO dhe jemi barabartë me shtetet e NATO-s. Unë jam një oficer karriere me 10 vite arsimim në Turqi, doktoraturë fushën e sigurisë. Mund t'ia bëj pyetje çdo kolegu tim, a jemi të barabartë ne me shtetet e tjera në armatim, municion, trajnime, uniforma, pagesa. Gëzo dalim këtu. Vim tek ajo pjesa, nuk kanë çfarë thonë më. Thjesht kanë trilluar në 12 vite, lidhet dhe me cilësinë e kandidatëve. Tani Ergjys mos startojmë gjë. Një e ka blet, e bleti një në ishte dhuratë. Dhuratë, po çfarë vit ishte një? Nuk e di. Nuk e di. A je ushtarak? Na thuaj detaje. Çfarë bën ajo ani? Është për emergjenca, për luftë. Kush ka qenë detar? Unë nuk jam detar, vi nga sektori i policisë, por gjithsesi duke qenë se kam punuar ku kam qenë student në detari, dhe dim gjithë që çdo 10 vjet anihet futen në rimont total.
çdo 20 vjet Ania kërkon t'i vihet vlera kapitale e ndërtimit të saj. Ajo Ania është 35 vjeç, është për të çuar në det për ta bërë muze. Jo për ta përdorur forca jonë armatosur, po unë e lidh më shumë tani ti vëm kapak asaj, unë them e lidh me cilësinë e kandidatëve. Sot kandidatët që përfaqësojnë qarkun e Durrësit nuk e kanë atë arsimin e dur apo atë cilësinë e kandidatit dur që përfaqësojnë qytetarët. Ose kanë dhe konsumimin e dur. Ose do të marrin dhe leje, ndoshta s'kanë dhe leje. Jo për leje, tani është e turpshme, unë do të deklaroj ditën e premte me emra. Mos i duhet marrë leje. Është e turpshme kur një miku im që është deputet i Partisë Socialiste dhe është kandidat, më ka thënë që Artur, unë nuk kam problem me ardh te bulevardi, por më duhet të marr leje dhe ma tha dhe emrin e saj, pavarësisht se ai përdori një batut. Po është turpshme në një media të shkosh me leje për të komunikuar me qytetarët, me votuesit. Ndoshta janë mësuar që shkojnë vetëm në media që u japin gati. Edhe këta vetëm cicerojnë. Ndoshta, nga që unë kam emisionin pa kompromis që duam pyetet përpara. Atëherë për të qenë tani ke emisioni jonë dhe për diskutuar të gjëra që ne kemi rëndësi dhe për teleshikuesin, sepse fund fare është ai Jena Berson. Le të vlerësoj dhe ato me datën 11 maj. Paka shumë 30 ditë fushat intensive, ndoshta jo 30 ditë, por 50. Po jo, po që intensive edhe Çë momenti që publikon fillon edhe i çik zyrtarisht të dy të ngarkuar, të dy në një zonë të njohur në Durrës dhe unë jo pa qëllim zodha sonte, pra në mungesë të një debati të një partie në pushtet dhe një partie në opozicion, unë zodha dy njerëz të cilët do japin mendimin e tyre, alternativën e tyre, në këndvështrimin e tyre, duke qenë të dy opozitar dhe thash i diktuar nga një turp që ka ndodhur për herë të parë në Durrës me një parti socialiste që ka kryetar një Luan Zata që ka bërë biznes me varre dhe që ka drejtuese fushate një kryetare bashkie e cila akuzohet për fonde dhe qet i bëret kohë mprehër për të dhënë përgjigje njerëzve të saj. Ergyz do ta nis me ju, për të unë nuk ndisem nga parti të vogla, parti të mëdha, unë nisem nga parti të reja. Por do ta nis nga ju si parti e re, ju jeni në një koalicion dhe tashmë prej disa ditësh ne kemi qenë edhe herë tjetër këtu, kemi diskutuar edhe për gjëra që kanë të bëjnë me koalicionin, me formimin, du të ishte më ndryshe, du të ishte më ndryshe, por tashmë këto gjëra janë të përfunduara sepse me datën 11 kemi zgjedhjet dhe pyetja ime është thjesht, çfarë keni konstatuar në këto ditë fushate? Realiteti është ai që njohin gjithë qytetarët durrësak, mungesa e investimeve të theksuara në qytetin e Durrësit, investimet e reja që bëhen janë totalisht jashtë standardit, është një korrupsion masiv që duhet të zhbëhet një herë për gjithmonë dhe një administratë që duhet të depolitizohet. Pra, ne në vitin 2025, mbas 35 viteve tranzicion, nuk duhet më që të përdorim administratën për të bërë fushat. Duhet që qytetarët si në gjithë Europën, përsa ko flasim për pasaportë europiane, ditën e votimit vend të lirë të votojnë dhe të zgjedhin midis atyre që kanë qenë alternativa e të gjitha partive të zgjedhin më të mirët. Ne e shohim dukshëm që administrata shpërdor shumë për të bërë vota për partinë në pushtet. Ne jemi munduar... Jo, përqendrohemi sepse duke pas minutazh goxha gjatë përpara, e kam fillimisht të kontakti që ju keni pasur me njerëzit, problematikët e tyre, sepse në fundit janë qytetarët ata që nuk e thon problematikët e tyre tregojnë ke qeverisën e 12 viteve. Problematikat janë pafunda. Fillojmë që te spitalet. Pra ne shkojmë sot themi shëndetësi falas, po ne marrim varrimin falas. I shkon me durë me tonë. Dhe varrimi jo falas. Është tani ma prisë tani. Do ta blim vendin. Do ta blim vendin. 600 euro ka shit varrin e gjyshës mu, tani gjyshe ime unë jap edhe emrin. Do bëjmë dhe pronotim tjetër se do të më rujt vrem. Tani ai që ka shit varrin kryetari PS-s, se duhet më rujt dhe vend për bashortin, e kupton me qenë. Po jo, unë kam zgjidhur se kam katun atje. Se tani ka dëshullë çmimi i varrave, se janë me pamje nga deti. Dhe problematikat janë të shumta, të panumërta, sidomos për sa i përket zonës së ish-knetës, kanalet e pambulume,
mundësi infeksionit të shumta pasi urat e zeza derdhen ato kanale nga aty direkt në det. Ne themi ham peshk freskët, por faktikisht ham peshk që ushqet me përzierjen e mbetjeve. Madje edhe mish gjisi jo të freskët. Jo të freskët. Kollozi janë të pa numër tha, më fjalë, nuk e di nga ta fillosh. Pra, këtu kërkon një ndërhyrje që mund të jetë si ai ataku që i bëhet ai shoku që i bëhet robit. E vdesin njerë, pastaj i fusin shokun prapë për ta ringjallë. Në çdo sektor të jetës ne jetojmë çdo ditë, ka nevojë për ndërhyrje të theksuara. E gjys, a ndihet ke qytetarët në kontaktet që keni pasur, ndihet ke qytetarët denoncimi për problematikët që ato kanë, që mund të jenë më shumë se kaq sa ju thatë, problematikët cilët kanë të bëjnë edhe me premtime që nuk kanë realizuar për 12 vite, por edhe me problematikët cilët janë shqetësuese sepse për fat të keq duhet u përballë edhe me një se ishte tërmeti tragjedi. Unë jam i bindur që shqiptarët do reagojnë dhe reagimi qytetarëve Durrësak do jetë mesazhi që ata janë të zhgënjyer dhe të maltrajtuar nga kjo qeveri që i drejton. Pasi problemet në tërmeti nuk kanë marruar akoma. Katet e para të godinave të rindërtuar nga tërmeti nuk janë shpërndarë akoma të ish pronar, por janë akoma atë, po duan të gjeni klauzol se si t'i vjedhin. Po t'i shikojmë gjithë katet e para të pallateve të rindërtuara që kanë qenë njësi, jo shtëpi banimi, akoma nuk janë shpërndarë. Apartamentet e reja të bëra, as ato nuk janë shpërndarë. Aty kemi hetime të Spakut ku kemi persona konkretisht arrestuar për korrupsion aktiv dhe pasiv, duke premtuar njerëzve banesa për atë që u takon falas, pasi ato janë një pjesë janë ndihma të ardhura nga jashtë dhe një pjesë janë fondet të qeverisë shqiptare që do të vijnë në dispozicion të njerëzve të dëmtuar nga tërmeti. Gjithashtu kemi pallate akoma të pashëmbura që përbëjnë rrezik për jetën e qytetarëve. Në lagjen 18, më konkretisht te bloku i stadiumit janë 2 pallate akoma që duhet të shëmben, pasi janë DSP-s, duhet të demolitohen dhe ndoshta të rindërtohen aty apo të kompensohen në zonën e Knetës. Për të dalë pak a shumë, ju thash edhe vetë që jeni komshitë, po pavarësisht nga ligji që ju lejon mundësinë që të veproni edhe në Krujë dhe në Durrës, por gjithmonë problematika më e madhe që ndron aty ke vendlindja, aty ku jeton, aty ku e gjysni përmendit disa nga këto gjëra problemet dhe unë desha di pak problematikat u po që nuk janë më lokale ose zonë caktuar. Po patjetër, kanë filluar të jenë probleme të një trajshme gati në gjithë zonën. Po jo, tërmeti nuk është lokale, sepse tërmeti problemi kryesor që ka Durrësi sot është edhe pse ka 20 vjet që ka filluar procesi i famshëm i legalizimit, akoma s'ka marrë. Akoma pjesa më madhe e qytetarëve të Durrësak ndihen pa sigurt pranat e vete që do zgjodhi ditë Rama dhe ju prishi shtëpinë. Edhe shpesh shantazhohen zgjedhje me zgjedhje, ta shantazhohen me legalizimin. Problemi i dytë që është i prejshëm çdo sep qytetit, përfshi dhe Krujë dhe Fushkryj dhe Shijak, është infrastruktura. Infrastrukturë që i jepet mi pikatore, çdo pas zgjedhje morën një blok i lagjes caktuar, do bëjmë rrugëgic, i kanal dhe më jep një komplet votë. E përdorin të komplet infrastrukturën dhe përdorin si mekanizëm për marrjen e votës. Pavarësisht se këtë radhë denoncimet Spakët janë radha kanë frenuar si fenomen, o shul goxha si fenomen, por përsëri ka raste që kanë boshë rrugën. Diskutojmë tani sepse është ajo që prek gjithë shqiptarët është emigrimi masiv. S'ka më të reja në këtë vend, që janë të vendosur për ta mbyllur jetën tu. Edhe ato që janë tu kanë filluar të dyzohen. Dhe ajo që është më e rënda nga të gjitha është edhe ato që janë mirë, nuk janë mirë këtu në Shqipëri. Çfarë do them edhe ato që janë mirë? Edhe një djalë i ri që po supozojmë ka të ardhurat mira mujore, ka i biznes vetën u da diun dhe jeton shumë mirë, nuk dihet i qetu. Pse? Një siguria. Po në shohim për ditë vrasje, therrje njëra tjetra. Problemi numër 2, shkollimi. Cilën shkollë publike do të qosh kalemojnë kur një pjesë e madhe e mësuesve kanë ikë në Gjermani apo jashtë. Vetë faktin kur 2 prindër janë punë, njëri duhet të lërë punën që ta presin në orën 11, presin në orën 11.
që ta shoqëroj për në shtëpi. Problemi i tretë është mjekësia. Sot është orientuar gjithçka drejt privatit. Domethënë, këtë doktorët kanë hapur dhe klinika private për shkak të rrogave të ulta që janë këtu gjithë kohë. Ne do marrim me radhë duke nisur nga ajo që kryeministri propagandon dhe do të shëlloj me radhë ajo që më intereson dhe besoj duke krijuar dhe hapësirën e komunikimit të dy kandidatëve me qytetarët ka të bëjë me një tjetër gjë. Në kontaktet që merri me qytetarët, a mendoni se qytetarët janë të lishëm për denoncuar dhe nuk kanë frikë për të thënë atë që nuk është bërë dhe për të mos pasur një lloj ndrojtje që shiko se po e thekte ne nuk do të bëjmë nesër kur ta marrim. Për së vërtetës, këtu jemi gati në prag diktature. Nuk janë të lirë. Sidomos bizneset e vogla kanë frikë të bëjnë një foto me kandidatët e opozitës. Sepse ne as është shkëndatim. Qytetarët të linë larg Të gjithë qytetarët që nuk kanë një legalizim shtëpie kanë frikë ta bëjnë se thonë vjen na prish shtëpinë dhe s'na dëmsh problem. Pra jeni të dy në patjetër e mbështes drejtën totalisht. Qytetarët nuk janë të lirë të denoncojnë, por ata zgjedhin të largohen. Zgjedhja e tyre e mundshme e vetmja zgjedhje që kanë është të ikin të emigrojnë. Nuk arrin dot sepse edhe në rastet kur janë denoncuar nuk kanë gjetur zgjidhje pasi pushteti është i lidhur komplet. Është bërë si zinxhir, si hallkat e zinxhirit të lidhura të ndërthura njëra me tjetrën. Dhe qytetarët ç'bëjnë fund ditës kur nuk gjejnë zgjidhje, marrin valixhat, plaçkat dhe emigrojnë. Por për hir të vërtetës, kjo fushat kam parë që ka ndikuar goxha në atë ndërgjegjjen qytetarëve. Kur nisa këtë fushat gati 50 ditë përpara, normalisht takimet e para fillova aty ku jam rrit, edhe marr rrugicat der më der vet, pas një lloj struktura, si lloj filtri, ti takosha vet, njoft e pa njoft. Çanot, në 30 kontakte rastësor që mund kisha, rreth 10 ishin që nuk do marrin pjesë votim, kishin besim ose si kishin frikë. Rreth 10 për ty, pra 1/3. Ama ditët e fundit këto takime, në qoftë se unë bëj 30 takime, një ose dy raste kanë datilla. Kuptimin që nuk do marr pjesë. Përveç asaj, e vetmja gjë që vë re ndryshe nga fushatat e tjera është që qytetarët pyesin për programin. Pyesin për detaje teknike të programeve të partive politike dhe lidhjen e programit me jetën e tyre në fjalë. Do ndalim në ty, por problemi është këtu sepse një qytetar, siç edhe ju e thatë, por edhe zotëria në fjalë përmendi një qytetar i trembur, një qytetar i cili friksohet nga pushteti, 12 vite ke qeverisje, sipas gjithmonë qëndrimi që ju keni, qëndrimi më pastaj është gjë tjetër. Ne jam në një pozicion që nuk është ke qeverisje, por është poshtërsi qeverisje dhe pa them se s'kam problem. Ideja është shumë e thjeshtë. Këto qytetarë ndjejnë besim në kontaktet që ju keni. Pra, zotëria në fjalë përfaqëson në partinë, koalicionin opozitar më të madh, duke qenë se është pjesë dhe Partia Demokratike. Ju jeni një parti e re dhe unë s'do përdor termin parti të vogla sepse janë qytetarë ato që tregon me datën 11. Pra, për mua partitë janë të gjithë të rëndësishme sepse edhe kur ajo që ju keni hyrë në këto zgjedhje, pavarësisht që unë do kisha qenë me binën time për të qenë bashkë, por e shikoni besimin kemi qëllimin për bashkë. Qëllimi është i përbashkët largimi i Ramës. Largimi i Ramës pas krijimit të qeverisë. Ju doni me largu Ramën, po këto njerëz thonë po mirë, kur ju zbashkoni bashkë me largu Ramën, pse doni me bashku ne? Si do të bashkoni ne? Dhe kjo është pyetja që un kam. Atëherë, zgjidhje perfekte s'ka dhe një organizëm që nuk ka mendim ndryshe, nuk është demokraci, tash i bën ti bëhemi si Rama dhe ne, që nuk flasim pa leje. Tash ne sa vendime merren në moment caktuar, në kohë caktuar. Tash Malini Ramës e kam vend tjetër. Unë do ta shtroj ndryshe. E kam këtu sepse duke pasur të dy vemi, ka një problem se qytetarët tani më thonë këto tani kanë egon e vetë, këto kanë interesat e veta dhe nuk është se kanë të gjithë tek ne. Rama është rahat në punën vetë. Rama është rahat, Vojvush është rahat, ajo është rahat. Kjo që ka kjo... Qa interesi të kemi unë dhe Gysi, pa të marrë shembull. Këtë disë me ty në që interesi keni? Do të marrë shembull. Interes në gush, po Allah. Do të marrë shembull. Unë këtë punën e kam njësë në 2011, fushat e parë që kam bërë. Sot jemi në 2025.
Ma le ta marrëj si logjikë. Në struktura. Dhe çfarë ndodh? Kemi diskutuar këtë. 8 fushata i kemi humbur. Dhe Gysi po ashtu u lënë në opozitë gjithë të vjetë se ma e men që herë. Gysi ka qenë me këto aktivitetet e shoqërisë civile. Po, tash çfarë ndodh? Ti mendon se mund të bëj dikush aktivizë 12 vjet, shkoj nga humje në humje dhe mos dorëzohet dhe ka qëllime ngushta? Jo, qëllimi jonë është një të arrimi di që të shërbejmë qytetarëve si tuaj. Për te gjitha vendive në momenti me radhë, qëllimi është një, domethënë, që ne të shërbejmë qytetarë si duhet të shërbejmë ti veni. Mendoj që faza e parë është që t'i dobësojmë pushtetin. Pasi sot flasim për një kryeministër që ka 3 mandate, ka zaptuar gjitha strukturat, gjitha bashkitë, tërheqja opozitës i dha akoma më shumë pushtet. Po, kemi diskutuar dhe me... Opozitës të diskutuar disa herë, dhe në radhë parë, nëse ne... Nëse ne e qajmë sistemin sot, e qojmë Shqipërinë zgjedhje parakoshme, e para punës në herë, Rama humb 120 milion euro që i hedh për fushat elektorale, i zerrohen. Zero. Në 120 milion euro shkojnë zero. Pse? Se vjen fushata tjetër. Po kur vi fushata tjetër, nuk do jetë më kryeministri Rama që do e drejtoj, siç e drejton sot ai. Do jetë kemi një problem tani. Partia Demokratike, me koalicioni Shqipëria Masore, ku zotëria, zotineza është pjesëtar dhe është kandidati i saj, pretendojnë që do të fitojnë zgjedhjet. Ndërsa ju keni një pretendim tjetër. Ne nuk e fitojmë zgjedhjet, por ne nuk e lejmë Ramën të bëhet kryeministër. Tani kë do të besojnë shqiptarët dhe ju dy? Unë besoj që shqiptarët... Apo jeni bashkë? Në lloj tjetër. Duhet të na japin besimin, pasi ne do të aprovojmë që mandatet tona nuk do shkojnë as majtas, as djathtas. Mandatet tona do ta çojnë Shqipërinë në zgjedhje të parakoshme, pasi ka nevojë për ndryshim të klasës politike. Unë besoj që dhe Ndreca është dakord që radhën tjetër ty me lista të hapura, kur ai të jetë i barabartë me gjithë, sepse të punoj njëri që është i shtati apo i tetit dhe dalë i pari pa punu fare, është padrejtësi totale. Unë besoj që duke vajtë qeveri teknike, me disa njerëz që janë apolitik. Po si qeveri teknike kur Rama do marrë deputetët shtatë? Nuk i merr, nuk e krijon Rama qeverinë. Ne jemi të bindur që nuk e krijon dhe do shkojnë në një qeveri teknike, ku unë kam besimin që tani Ndreca më thotë që do fitojmë edhe Ndreca vetë do të hy me lista të hapura, pse më i mirë. Ky është problemi i kodit zgjedhor, do diskutojmë më pas. Ata bëjnë pyetje? I shef Partia Socialiste në Tiranë. Drejt, i shef shtabet me njerëz dhe aktiv si ke pa përpara? Jo, nuk janë, pasi vetë struktura SPAK-ut, ka dy fenomene. Do të dalim SPAK-un për fund. Son do të ta bëj pyetje, di shumë mirë që ne do dalim të dy ditën me dim argumento veti më mirë. Je dakord ti që Rama me atë që bën kërkon të shfaq siguri, kërkon shqiptarë që e ka fituar, domethënë aktron sigur 100% i sigurt, edhe me gabimet e tepërta që bën. Vetvete. Jo, ndesë, shiko. A jemi dakord që politika shiko. Gysi është pjesë e një koalicioni që Rama sulmon çdo ditë. Tash unë besoj që që kanë 12 vjet që aktrojnë, te nuk ka. Ishe më duke bë fushat? Si merret vota kur nuk bë fushat? Ata kanë, si mund të marrë mandata? Ai ka një sistem korruptiv që e ka ndërtuar. Nuk mjafta. Atëherë unë po them që ai që është rreth shtëpie që të kam thënë edhe herë tjetër, vesh paruke, me një fun edhe shkoj konvalescenca, saqë roja çudit e ka kujtuar është Artiola Toska. Nuk e thoni ju dot, pa them unë. Çfarë nuk thoni ne dot? Nuk e thoni dot që thash unë, se ju e dini. Që Vanxhushi del fushat sa në rreth shtëpie, se ti unë përmend emër. Po këtë jam detyroj që bë policia shtetit, nuk e detyroj opozicion. Semi policinë. Ama opozita ka detyrë të thotë qytetarëve që ne e dim ku shkon. Sepse kemi rënë dakord edhe në emisionin që kemi qenë veç bashk, që unë ju kam thënë, nuk vidhet vota ditën e diel në Durrës, kujdes ditën e premte. Shtunë. Shtunë më çiksi ditë qevi, dorsa që ikin dalin nga Durrësi. Tani problemi është këtu. Në fushatën që ju keni zhvilluar në këto ditë, keni konstatuar që qendrimet opozitare, pavarësisht se programet janë ndryshme, kuptohet Alanca, Shqipëria Masore ka një program ndryshe, ju keni një program ndryshe,
për këndvështrimit veçanta të sektorëve. Por a mendoni që ka pikat përbashkëta që nesër ju mund ndodheni bashkë përballë një qeverisje nepotike dhe që një qeverisje të zgjatur dhe qeverisja e Ramës, zotin Neca? Shiko, opsion, ky vend nuk ka që Rama të vazhdoj kryeminist. Larg qoftë, s'ka asilloj mekanizmi në mënyrë që kjo mund të ndodhi. Opsiona eufori. Jo, po shiko, duhet jemi koshient në çfarë po ndodh. Tashi, ne gjitha fushatet kemi pa, nuk është e parë që ti i ke ndjen nga afër. Ti ke pa një parti socialiste s'është aktiv në terren, nuk del duke kuvota. Po kemi ka pasur fushatë o bind. Rama nuk i ka fituar si në 2021. 2021 pati gjithë tursnin, pati lekët e tërmetit, pati gjitha bandat në rrugë dhe pati maksimumin e egërsisë në fushat dhe si mandate, pavarësisht se Basha boni marrëveshjen atëherë marrëveshjen nga bim ne humb 11 mandate për shkak marrëveshjes, po si mandate duhet ishim 69. Me të gjitha tursnin që pati atëherë. Tash ti kthehemi ditës sot. Jemi 4 vjet një qeverisë akoma e shtuar, se duke mos pas opozit tonifikuar, ky boni çardoshi, vjedhë miliardë. Sigur të marrin vetëm raportin e KLSH-s, vetëm atë raport, po ta marrim një ditë tu, ta hapim me zëra në whiteboard, vetëm ato të na shpjegojnë se ku kanë vajt qeveria Rama. Besoj se qytetarët me plot gojë. Rama propagandon me të madhe që janë përballur me tërmetin edhe me pandemin. Unë desha një këndvështrim tëndin edhe duke lëvizur fushat, duke takuar shumë njerëz. Tani, me këtë tërmeti dhe pandemin, Rama ka përfituar fonde për të mbledhur zgjedhje apo i ka shërbyer njerëzve nëpërmjet pushtetit? Që, më fal, në zgjedhje përparshme që për blerë vote, pse? Nëse është dëmtu vetëm kati i parë dhe i dytë, pse duhet ta marrë dhe kati 5 dhe i 6? Ka kush na japi përgjigje për këtë? Po ta japim përgjigje. Pallati ka dalë DS2 ose DS3. Por teknikisht është dëmtu vetëm kati i parë dhe i dytë. Ja ta japim përgjigje. Se duhet ta marrë kati 5. Ja ta japim përgjigjen tani publikisht në kamera dhe do ta vërtetoj ditën e premte me dokumenta. Kryetari i Partisë Socialiste të Durrësit, i ardhur nga Komunalja, ka bler pallate me 2 drejtorë të prishur nga tërmeti dhe i ka riparuar me lekët e tërmetit. Njerëzit e kanë shitur për i çabuk se ka thonë shtëpia na është prishur dhe do t'jap edhe pamje dhe video të çuditshme, të frikshme dhe të turpshme. Ky që do na japi pasaportën europiane. Pastaj prapë këtë tërmeti vim. Kemi pallatet e Shkozetit, ka qenë 5 kaç, është bërë 7 kaç. Që nuk janë as këtë televizion. 8 kaç. Ato 4 shtesë si do t'i hipotekojnë, sepse është kemi një pallat ekzistues më të vogël dhe është bërë më i madh mas tërmetit. Ka shumë problematika, pafund që duhet hetohen. Besoj se spaku ka nisi punë për këtë pjesë. Do ketë akoma kohë. S'ka çat hetohet. S'ka çat ku të futesh durët. Tu ku i fut durët? Tu i parë do shkoj kryeminist në Burg. Do nga spak për qark. Edhe kushdo të thotë se ka firmos këtë vend. Duhet nga spak për qark. Po duhet nga spak për qark e gjetë tamam. Po vrisha mendën ta gjeja unë fjalën. Duhet nga spak për qark. Atëherë për të dalë aty ke programët që të dy keni shpalosur në fushat nëpërmjet subjekteve dhe koalicionit që përfaqësoni. Unë gjithmonë në emisionin tim kam pasur fokus 4 shtylla kryesore dhe ne kemi diskutuar edhe para se fillonte fushata. E para ka qenë bujqësia, e dyta ka qenë shëndetësia, ka qenë arsimi. Por pastaj ka qenë edhe një problem tjetër që ka të bëjë me shpopullimin tani që këto të trija të çojnë aty se s'ke ku shkon tjetër më. Unë kam bërë një lëvizje që e bëj zakonisht gjithmonë në zgjedhje për 30 vite si gazetar, kam udhëtuar në disa fshatra, po thjesht në gjithë fshatrat e Bashkisë së Durrësit dhe kam kontaktuar njerëz. Ndërkohë që është edhe lëvizje që e bëj po ditën e votimeve për të parë. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe nuk e di tani se ju keni këndvështrimin tuaj dhe keni lëvizur me programet tuaja. E frikshme dhe të mërshme të lëvizur në përfshatra ku ka vetëm vila 2 kaçe, 3 kaçe të mbyllura, kur tokat nuk i punon askush, kur ka ngelur vetëm pleqë dhe nuk ka të ri. Kjo është fatësia më madhe këtë, do të thonë braktisja e vendit, që sot nuk bëhet vetëm nga shtresa e thjeshtë dhe e mesme, që ndodhi këto vitet e fundit. Pra ka pak dhe përpara, domethënë nga Shqipëria nuk po ikin thjesht njerëzit që s'kan punë, po njerëzit që
shtresës mjesin, mjek dhe doktor apo policë që nuk ju del rroga për majtë familjen, që dhe këto kanë ikur shumë gjatë vitit fund, tani nga Shqipëria po ikin dhe njerëz që nuk kanë problemin të ekonomia, kanë problemin të shëndetësia, shkollimit dhe arsimit. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Ndërsa më fal Gjys, dhe fatkeqësia më e madhe është që ky propagandën programin e tij ka pasaportë europiane. Sikur jo, ai nuk ka program. Jam dakord, program s'ka fare ai. Nuk ka publikuar gjë konkretisht. Sikur ky do thot tull, shqip dhe troshnjë që këtë vend do bashkë. Më përmendi Ramën shpejtësisht, se me Ramën merret Berisha për ditët. Do të diskutojmë 3 gjëra që Rama po bën në këtë fushat. I kam lënë për një blok të dytë. Desha të ndalesh këtu pra ka një program për bujqësinë, sepse ne themi që bujqësia duhet të jetë ndryshe, sepse ka qenë një sektor me goxha prodhimtari, ka pas subvencione, deri në akuza për vjedhje, fondet e IPARD-it që dhe tani ka ngelur pleqet me këtë punojnë. Do të lutem inshallah ti ke pa me filmike nga takimet tona të para, atë që thotë ai Banka Agrare, ne kemi qenë të parë që kemi thënë pasi ne besojmë fort. E vetmja gjë që nuk prodhon dot një shtet është fshatari. Fshatari nuk prodhohet. Nuk ka shkollë që të prodhon fshatar. Bujk. Nuk ka një shkollë tjetër në botë. Dhe ne fshatrat po na degradojnë. Në veri po thoshe po shkojnë drejt zeros. Në jugun e Shqipërisë ka ngel bari dhe fshatari nuk prodhohet. Është trashëgimni është trashëgimni kulturore. Fshatari është trashëgimni. Është nga babai te i biri. Kemi qenë vend që 58% kemi qenë fshat. Ne si parti mendojmë që e vetmja zgjidhje për vendin tonë është të heqim lekët nga oligarkët dhe t'i çojmë në fshatra dhe shtresën e mesme. Ne kemi një skem shumë thjesht. Si do zgjidhet? Sepse ne kemi bërë aq të vështirë. Po më ime se punon tokën do të më fshat. Do ta them. Do marr punëtor. Do këtë punoj. Ja shikoj. Ku do i marr punëtor? Ja sa e thjeshtë, shikoj sa. Se tani shkollaqët thosh njerëzve që ne do bëjmë zgjidhje, po ku i bezoni të zgjidhje? Të ta shpjegoj, po. Ky është momenti që ne kemi marrë shembull më të mirë botror. E vetmja skem që funksionon në bujqësi është skema për kilogram. Zotërim, prodhoven 100 kg moll, do të kompensoj për kostën e prodhimit për 100 kg moll. Pra 50% kostës prodhimit shteti e kompenson, se ne pranaj nuk e konkurrojmë dot Serbin, Grekun. Çano? Kemi zharzën. Zharza prodhon me tonelata portokalla, mandarina. Ata shesin Serbin dhe atë nuk e konkurron dot sepse kemi monopol edhe kungulli. Kungulli është produkti, unë jam origjin fshatare. Kungulli është gjëja më e çuditshme që po e molle, do marri gardhin, edhe kundët vjen nga Maqedonia. Ktu është problem i atyre që ka bërë monopol shteti. Patatën, domaten, të kalbën në myzeqe me kuintal, luleshtry dhe domate, shalqi. Më le të sqaroj me fjalë. Si do zgjidhet po them? Duhet që ne fermerin ta subvencionojmë për kilogram. Në moment që fermeri çon te pika grumbullimit faturën që ka shqitur te grumbulluesi 1000 kg moll, për atë vit ka një llogaritje, do ketë një formulë që qofse kosto e prodhimit mollës është 25 lek, shteti i subvencionoi 50%, 12.5 lek. Pra në 1000 kg herë 12.5 lek, ai do t'i marrë direkt automatikisht. E dyta është grita një bankë agrare. Sot fermerët tanë janë pjesë e skemave si lek me fajde. Shkon ai ke mikrokredit. Shkon ke mikrokredit, merr 1 milion, sen 2 milion. Pra ti e ke fut fermerin që jetu e myt. Pyetja ime është prit, fshati im ka 400 hektar tokë. Të lutem, më le do të vi aty ku do ti, do të vi vetëm le të sqaroj. E para punës ne I themi fermerëve, që hajde ti ke unë apliko për... Po s'ka fermerë, më ka ngel 30 pleq për tonë. Po kam ata që kanë vreshtat, ja të lutem. Po s'ka më vreshtat. Ti thua hajde apliko ke mu për fond. Por ti nuk I jep hipotekën e... Ai ka ama të punë tokës, ti nuk I jep hipotekën e tokës. Edhe për ashtu nga skema. Pra, ne duhet të zgjidhim një herë problemin e tokës. Që çdo fermer të marri atë që I është dhënë me ligjin 7501. E dyta, moment që ne sot e kemi ndërtu skemën vetëm mbi hajdutërinë. Pse? Ne kemi thënë skemat I marrin vetëm pikat e grumbullimit. Në këndvështrimin ton, to pikat e grumbullimit janë. Ne përprodhojmë sot.
Gjithsesi nuk është e mjaftueshme. Se ka pesimistët, koncesion do thotë se s'bën. Tani, ku janë, kush do i punoj, po shqiptarët janë krye hapësirë shqiptarëve, ecën vetë shqiptarë para. Do t'japi siç e subvencionon Greku, siç po ti ke Maqedonin, ne nuk subvencionojmë dot sa Maqedonia. 21 vjeç kam qenë 91 non tani kam shkuar. Po nuk është faji jonë ose shok. 91 ne ishim shkollë fillore, u rritëm u bë burra, u bë prind me fëmijë. Jemi akoma tranzicion. Fshati im nga 400 hektar toka, 30 pleq. Kush do i punoj këto, po them unë. Për sa i përket, si do vini, unë po them tani, se çka hike unë ka hikur. Ora u mbledh me shtyrën tregë unë. Jo, Tora, është e thjeshtë por. Ne kemi hap sot për të dorë tuaj. Po kjo është pesimist shumë gjatë. Është e thjeshtë fare. Ti bëj që duke jetuar në fshat, duke punuar në bujqësi etj me radhë, kesh fituar të ardhurat të mjaftueshme dhe të mira të qëndrueshme, ti je i bindë se shumë fshatarë që nga fshati për shkak mungesës së të ardhurave, që nuk kishin fshat, janë detyruar vinë kanal, punojnë në qytet, punojnë në ndërtim, punojnë në edhe nga emigrimi do kthehen shofer, punojnë shumë. Dhe nga emigrimi ka pa fund që kanë ne kena politika për të rikthyer njerëzit. Ta pra politika. Në momentin që ti je firmarje fshatit dhe po t'jeton fshat edhe shu, ti je i bindë që shqiptarët e gjenë vetë vendin e vetë. Ti shiko bizneset e vogël, për shembull stomatologji, turizmi e to që janë vetë zhvilluar. E kupton? Sepse kanë pas të ardhurat mjaftueshme dhe janë vetë zhvilluar. Ka nevojë vetëm për rregullojë. Në qoftë se ti i krijon pak hapësirë, vetë zhvillohet. Edhe nëse ti si shtet, në moment që ty del portokalla jote në prodhim, nuk i vë aksis portokalla që të vjen nga jashtë, ti nuk ke si ta mbrosh fermerin tënd. Në cili vend botës ke parë ti që ti krye monopolër. Ai dinë që ke, po ne oligarkët po duam të çojmë modernizim. E dinë që ke rrjeti i ekstras ku shkoi kryetari i bashkisë, nuk shitet grosh shupe që vërtet ai në treg, po shitet grosh e gjypti. Pra, se ti ke kryer monopolin. Koalicioni jon këtë kërkon sot, kërkon zbërjen e asaj klase që ka marrë peng këtë vend. Pra, sot kemi oligarkët, politika jonë janë oligarkët e këtij vendi, pasi mbas aty oligarkëve, mbas oligarkëve ka atë po kërkojmë. Ne sot gjithë energjia jonë shkon që Rama mos krijoj qeverinë. Tani Ergys unë kam qenë me një zotëri të nderuar këtu dhe kam dhënë një shembull që pa ja përsëri sepse nuk është edhe besoj që nëse ka një informacion për këtë shembull të tillë, po nuk do hym detaje emër se nuk do interesojnë. Aplikon njëri që ka 1 hektar sera. Aplikon dhe njëri që do marri 400 dhi. Se nasa fjale është që kështu, po dhi, më këthej nga Hollanda, blegdori. Dhe që ndodhë? Me ish ministrën e bujqësisë, të cilën edhe Zoti Braçe ishte shumë 500.000 euro, nuk i shkojnë ti kësera. Po i shkojnë ti që të merte 10 në Hollandë. 400 dhi në Hollandë, dhe shumë mirë se mund t'ishin. Dhe kur ne shkojmë si gazetar për të faktuar një gjë, një investim të bukur qeverisë aty, jo vetëm që zgjejmë dhi. Po unë gjeta një roje që i thash ku janë dhi, tha, mu ka konë të qeni, ma kanë vrata. Po tani, problemi është këto fonde që janë vjedhur. Ju do i thoni shqiptarëve që këto njerëz që kanë vjedhur, ne do shkojmë, ne s'do bëjmë si këto, se tani ato thonë po më se këto fushatës. Në programin tonë që shkurtur Bardhezi që nëse një ditë Bardhezi për shkujnu. Ti thu 500 euro dhja, a kamuflat ja ta sharoj pak. Ti ke rrugën, ti ke tunelin e Llogaras, ti ke tunelin e Llogaras, që u fitu tender me 120 milion, u anullu, u dhe me 170. Po ishim ke bujqësia, ishim ke infrastruktura. Tani vim prapë të prit atur. Kur këto arrin në këtë tillë ekstrem vjedhje, ti qa menon që kanë bën sektore tjera? A të fuse 5 minuta reklamën? Reklam 5 minuta për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit me dy ftuar interesant, cilët në fakt unë i thirra për debatuar, po fakt po debatojnë ato me mua.
Atëherë jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit pa kompromis në Bulevard Televizion, ku të ftuarit jemi zoti Ergjus Llana i koalicionit Shqipëria B dhe zoti Enes Pjetri Shqipëria Madhështore. Në fakt vinë për herë të dytë në Bulevard Televizion, kemi diskutuar në bllokun e parë të pyetjeve për ato që kanë ndodhur në një fushatë intensive për disa ditësh, për 30 ditësh para sa fushata është hapur zyrtarisht, sepse fushata fatikisht për të dyja koalicionet ka filluar më herët. Kemi diskutuar për atë që mund të kishte ndodhur ndryshe në një marrëveshje, por kemi diskutuar për problematikat që kanë hasur me qytetarët të dy kandidatët, duke qenë se edhe në fakt, pavarësisht se ligji i lejon që të jenë gjithkund, janë edhe një pjesë e një zone e ndjeshme shumë në Durrës. Dhe unë dua ta theksoj këtë gjë. Për të kthyer ke një blok i dytë pyetjesh që ka të bëjë tashmë me atë që qytetarët presin me 11 majit, por ta lezuar me 12 apo me 13 kur do të vinë numërimi. Unë do doja të kisha një ndoshta sepse programi është i gjerë, programi han shumë kohë, por pikat kryesore por të përqënduar më shumë tek ato që janë sektorët më të ndjeshëm, që janë shëndetësia, arsimi, infrastruktura, bujësia, pra, por të thënë, por koalicioni juaj ka edhe një paket që ka të bëjë me pensionistët, me njerëzit me probleme, pra, pagason gjitha shtresat sociale, gjitha problemet i vendit. Por të respektuar dhe minutazhin, sepse do t'japim kohë dhe zotit Llanaj, zotit Llanaj. Kushiniat. Jo, ai ka. E kemi bërë me ja. Kisha për ndër ta kisha kushim. Po patjetër do të deklaronim kështu që nuk ka. Atëherë, po nis me i pikë që kjo pra pjesë madhe e qytetarëve të Durrësit, që është bërë si puna mollë ndalume për qytetarët e Durrësit, legalizimet. Ai proces ka 20 vjet dhe nuk po marran. Dhe kjo është kthy si gjë e molla ndaluar për këtë qytetarët. Tash premtimi jonë është që në momentin që Partia Demokratike vjen në pushtet, do ketë 100% zgjidhje ky i tillë problem. Nuk do ketë më histori që ke legalizim dëm shpërblesh, nuk ke legalizim nuk shpërblesh. Po drejtohem si shok tani, nuk përdor ato etiketë e emisionit. A në dinin tuaj, a keni informacion që po abuzohet për ta shfrytzuar për fushat procesin e legalizimit që është i ndjeshëm? Do të them atë që do ndodhi nesër. Nëse ky program është përdor për fushat, ti je i bindur që nëse unë nesër jam në parlament, që do jem nesër në parlament, mund të më gjallni duke folur aty kundër. Unë besoj fuqimisht që ky është një premtim për të mbajtur. Dhe nëse ky premtim në mbajt, do më shihni mua një ndër ato më noshe i vetmi që do dalë kundër qeverisë. Pra, ju do jeni kundër sepse ka ndodhur si proces i dyshin për të marrë vota apo se një proces është një proces që gjithë shqiptarët meritojnë që të kenë dokumentin e pronësisë. Kjo është i panegociueshëm me asnjë lloj qeverie. As me qeverinë e Partisë Demokratike. Për të kaluar ke pika të tjera. Pika 2, rrogat. Minimumin e rrogave 500 euro, rroga mesatare 1200 euro. Duhet të rikthehet se s'bën dinjiteti i njerëzve që punojnë me ndeshmëri. Dhe kjo do jetë një ndër mënyrat që ato të realisht të respektojnë vlerësojnë për mundën e njerëzve që hedhin në këtë vend. Në ku të gjejmë lekët? Po s'do të letër por mos i vjedh ka plot. Vjedhi s'ka lek. Po mos vodh, po nuk vodhe ka plot taksat tona për kthehen rroga. Kush e garanton që nuk do vjedhë edhe ju, se kjo është problemi i madh aty. Kush e garanton? Tani se një thoni qytetarë që ne do vim me një program që nuk do vjedhim. Një ndër ato jam unë që e garantoj. E garanton. Po. Një nga ndër ato e garantoj unë se unë nuk e kam bërë këtë punë që nesër dale fitoj ca lek. Po dalë për individe, po flasim për sistemin instaluar. Individet e bëjnë një forcë. Jo, besoj që sistemi, se Rama ka thonë që përgjithësia personale. Shikoj, ja përgjithësia. Tani, pensionet. Pjesa më madhe pensionistë morë 80.000 lekë, 90.000 lekë. Dhe kjo është merë. Do thotë që dy pensionistë, nëse nuk kanë mbështetje nga fëmijët e vet, nuk jetojnë dot. Nëse kemi dy pensionistë që vetëm me pensionin, horizontale më thojmë ti jeni zbind
që nëse ato nuk kanë fëmijët e vet që i suportojnë gjatë muajit, ato nuk mbyllin dot muaj. Dhe kjo është merr më i madh se nuk mund të ekzistojë. Punon 30-40 vjeç, pagush shtetin 30-40 vjet dhe në finale shteti mos të marrë frymën gjallë, është pa falshë. Por mos fal për ilaçe. Mos flasim për ilaçe për tjerë më radhë. Problemi që ka prerë çdo familje shqiptare është emigrimi masiv. Një ndër pikat e programit është çdo shqiptar që kthehet dhe investon në vendin tonë për 5 vjet nuk do paguaj taksa. Besoj që kjo do jetë një arsye e fortë që shumë shqiptar, se për hiç vërtetës kemi pafund shqiptarë që kanë pas sukses jashtë vendit. Kanë kriju biznese, mos thënë dhe perandori ekonomike jashtë vendit, por thjesht nuk kanë klimin e duar politike që të kthehen dhe të investojnë në vendin tonë. Pika tjetër është çdo i ri në 30 vjeç kur hap biznes 3 vjet nuk do paguaj taksa. Çfarë do thotë kjo? Në qoftë se ti për 3 vjet nuk e zhvillon biznesin, nuk bësh gati për të paguajtur taksa, nuk je për atë punë, mbyll kapitullin. Por ama ti jep mundësinë çdo triu iniciator që të futet në treg, jep mundësinë të futet në treg në kushte të barabarta me të tjerë. Dhe e treta, TVSH-ja do ulë me masën 15%, tatimi mbitar dhe të tjerë me radhë do jetë 10%, nuk do jetë mbi rrogën progresive. Kush merr më shumë paguon më shumë. 10% do jetë gjithë i lloj. Gjitha këto bashkë çfarë do bëjnë? Biznesi do ketë frymëmarrje. Do jenë gjendje që ta paguajë shteti, ti mbyll detyrimet e shtetit. Duke mbyll detyrimet e shtetit, nuk do të ketë atë klimë tyrshnisë me tatimorë që vinë edhe gjobisin. Jo gjobisin me letra, thjesht i marrin rishfet, se fjalën gjob me shtetin tonë kanë vetëm për fushat. Vetëm për zgjedhje gjobisin me dokument shteti, edhe pastaj i fshin. To gjatë 12 muajt e vitit, për 4 vjet, çdo tatimor kur ti nuk je në rregull me letra, vjen me shokun e vet në fund të muajit. Dhe çfarë do bëjë? Kjo do bëjë që biznesi të shkojë drejt zhvillimit. Do japë frymëmarrje ekonomisë. E thjesht i bind gjitha këto mos përmendni pas edhe naftën. Nafta do shkojë në çmimin që i takon tjetër. Problem shumë i madh. Domethënë tjetër në çmim vendi me naftën mos tret në Europë është merr. Energjia elektrike, burimet e energjisë elektrike, burimet natyrore nuk i ka si vend. Dhe të kemi energji më të lartë, këtë kushtet janë që energjia elektrike tulit. I kemi paguajtur disa herë taksat ne. Kanë kaluar disa herë investimin që kemi bërë në hidrocentrale të tjera me radhë që ne ta paguajmë kaq sa energjinë elektrike. Po ujë, po ashtu. Dhe gjitha këto bashkë do bëjë që çdo familje shqiptare të jetojë më mirë me të ardhurat që ka. Dhe aty në moment kur po vjen në emision dhe takova një mikun tim i thashi që kisha prezent në emision, më tha një gjë e çuditshme që në fakt më tha gjë që e mendova kur po vija vetëm pastaj dhe Artur jam shumë dakord me ato që po thon. Po më mirë. Por këto që vogën, ndëshkushmërie ku do shkojë, se ç'a ndodh? Bëhesh drejtor, vjedh ikën, nuk e çan ku shkokun. Vjen pra partia tjetër. Pra, nëse shëndetësia do ta ke ju. Nëse do ndryshoj arsimi, do ndryshojmë drejtor të shkollave. Nëse do ndryshoj shëndetësia, do ndryshojmë drejtor të spitalit, nuk besoj nuk është përgjegjësia këtu. Shiko, përgjegjësia fillon politike, fillon te ministri. Kryeministrin fillim, pastaj ministri. Dhe kur ka vullnet politik që gjërat bëhen mirë, ti je i bindur që ka pafund drejtorë dhe drejtues që ti bëjnë punë të mirë. Por vullneti është politik, për të bërë gjëra me vend siç duhet nisë nga kryeministri dhe ministri, pastaj përshon në të gjitha institucionet. Ergyst tani po e njëjta po do ndesh edhe të. Tani që të japim në fund i tranzicion një kërkohet që ta lidhem me atë pyetje që theti çfarë do bëhet me këta të korruptumit. Ne, edhe pse jemi një grupim i ri politik me djemë dhe vajza kryesisht të ri për nga mosha, por kemi dhe kandidat me moshë më të madhe se ne. Besojmë fort që ka vetëm një zgjidhje. Ka dhe tri që mund të jenë më. Ka vetëm një zgjidhje. Shkallët pastrohen nga lart poshtë, jo nga poshtë lart. Dhe për ta bërë këtë gjë, korrupsioni zyrtarëve të lartë në Republikën e Shqipërisë, ata që deklarojnë, pra zyrtarët e lartë, drejtor përgjithshëm, zëvendës ministra, kryeministri, nëse kapen në korrupsion, pra korrupsioni zyrtarëve të lartë në Republikën e Shqipërisë do të quhet tradhti e rënë kombëtare, do të dënohet 25 vite burg dhe do të sekuestrosh çdo pasuri e vënë padrejtisht. 1. Bashkëpunimi i oficerëve të lartë të forcave armatosur dhe në policinë e shtetit me grupet e strukturuara kriminale, se po na del çdo vrasje që bëhet në Republikën e Shqipërisë, na del një oficer
oj ushtrisë, oj policisë mbrapa që nxjerr njerëzit prit. Edhe kjo do të klasifikohet tradhti e rënd kombëtare, do dënohet 25 vite burg dhe do t'i sekuestrohet çdo e ardhur padrejtisht nga veprimtaria kriminale. Pra, nëse ti nuk vë masa shtrënguese 25 vite burg, pra unë po them edhe unë nesër që ofse do veten në pushtet dhe do hypin në karrike si puna kësaj këtu, do ta pyes mirë veten që a ta vlen të bësh 25 vite burg? Pse? Sepse 25 hyj 30 vjeç del 55 vjeç. Pak radikale. Jo, ashtu duhet. Nuk bëhet ndryshe. Shtetet që kanë dalë kanë qenë shtete si Singapuri, ka modele si Izraeli, është akoma më e rëndë andaj. Po ti shikosh modelet e atyre, korrupsioni zyrtarëve të lartë, ka edhe burg përjetshëm. Pra, nëse ti shkon Shiko. Jo, do flas për ta marroj. Ja lutem ta marroj çik për programin. Do mlesh çik. Do mlesh. Se një oficer garde, Ase ta bëjmë bashkëbisedim. Po nëse një oficer garde i cili për një motiv emocional është përzimit. Sa bëjmë pak bashkëbisedim. Do të sigurisht femrën e dashnore. Jo. Tur se kuptove, drejtuesit e lartë të forcat armatore ka përcaktuar ligji ku janë drejtues të lartë. Drejtues të lartë ata që kanë forcë ekonomike, se një oficer i thjesht nuk ka veprimtari ekonomike. Drejtuesi i lartë është Baranbeke, presidenti i Shqipërisë. Është akuzuar. Nëse çfarë do bëjmë? Do të çoni Baranbekën tani, po patjetër, gjithkënd. Prap, shiko, të ndryshë ta bëjmë bashkëbisedim se pikat nuk ose janë të unë ne besoj fort që ka vetëm një rrugë. Është më mirë ta bëni kështu. Nëse vjen për të vjedhur, dënimi është 25 vjet. Ti pastaj e pyet vet, do të vjedhësh ikë përvoja, po të kapa 25 vite. Shiko, hyj i ri del plak. Si mas asaj që mendoj unë. Është një shprehje, një mbret i ri, shkon me vend shumë korruptum. Edhe pyet to ministrat e vet, si është niveli i korrupsionit? I thotë shumë i lartë. Jo, ajo është me Napoleon Bonapartin, është vërtet. Po ta lexosh Napoleon Do Bonapartin. ta vjedhim i çik. Shiko, historia është një cikël që I tha ishte me sistemin gjyqësor. Ma thuj. Edhe i thot ai vajte atje dhe i tha si është problem, kemi probleme me gjyqtarët, thotë korrupsion shumë i madh. Po çfarë thotë? Rriti rrogën thotë. Edhe u rriti rrogën. Edhe thret më këmbësin prap i thotë, si është situata? Është përmirësuar çik thotë, po prap problem ka i thotë. Rriti më prap difushoja rrogën. Jemi lufti thotë. Kemi front tani front. U rriti rrogën thash. Dekret rriti rrogë. I thotë si është, i thotë vjen më këmbësi masimu si është, mirë është thotë. Po ka ca thotë që akoma po tentojnë me përzinë që thotë, themuni thotë. E thret komandant xhandarmeri, hati këtu i thotë po bëj gati se në atë kohë nuk ishte kështu burgje. Bëj gati spatën thotë, mi rresto atje përpara vendim për kokë. Pikërisht. Shiko, ne do t'i japim mundësinë gjithë shqiptarëve që ne t'i ndajmë kush është hajdut dhe kush nuk është hajdut. Dhe kjo ndahet duke rrit rrogat. Duke rrit mundësi. Ne kemi dhe program në këtë pikë ju tani shikues se dy turë dhe mi unë kam marrë për frëngjizë këto thonë atë batutën e famshme franceze. Unë besoj fort se e tha vetë. Ja do ta Ne do t'i japim mundësinë që t'i ndajmë shqiptarët. Kush është hajdut dhe kush nuk është. Dhe kjo ndahet duke rrit rrogat. Se me 500.000 lekë çfarë do jetojë? Do ndesh me që se jemi këtu vetëm i gjatë vogël ka rroga. Dyta jep fjalën sinqerisht. Ka një gjë që unë e theksoj edhe për teleshikuesit që na ngjojnë të tre bashk. Problemi është sepse ka një opinion dhe është krijuar një lloj si tush bazamenti që qytetarët thonë, mos e marrin pushtetin, ndrojnë drejtorë dhe ndëshkueshmëri nuk ka. Pra, nëse unë e thash dhe bëra këtë pyetje, do ketë ndëshkueshmëria do të shumë problemi është që ndëshkueshmëria. Pra, unë nëse jemi gjyqtar, 25 vjet, 23, 22, po duhet të jetë nëse tu ka gjyqtar që kanë bërë atë që nuk ka shkuar mendën të dyve, po të treve. Ideja është këtu. Unë them që ai nesër që të shkojë drejtori i Ujësjellsit, po marr Ujësjellsin kot, se më kujtu. Pasi ka më shumë punëtorë. Unë dua që ai kur shkojë atje të thotë nuk vjedh dot më zotnisë unë këtu të shkohem. Po. Tani mos e lidhim çdo gjë me ndëshkimin në burr. Hapi parë është që ai mos ketë arsye për shku drejt asaj. Çfarë do të thotë? Por është kopër tjetër që të ketë ardhurat mjaftueshme, që ai mos ketë nevojë për atrushme. Nuk ka të bëjë. Në një Jo, ka të bëjë shumë. Nuk ka funksionuar. Jam dakord me Ndrecën pse ne kemi ata që i themi rrogat e mira funksionojnë gjithmonë, rrogat e dobta sjellin gjithmonë. Në një pikë jam dakord, ndëshkueshmëria duhet. Ligji kryeministit ka rrog dobët. Jo. Kryeministri pasaj ka oreks mall, ajo është hajdut. Ti mos ngadro hajdutin me nevojtarin. Atëherë jo rroga, oreksi është problemi. Unë mendoj që Pra ne thash, rritje rrogën ndan hajdutin ka dy momente. Me jo hajdutin. Një herë ta marrin meqense jemi edhe te programi për ata që punojnë. Ata që realisht punojnë. Meqense qem ku Ujësjellsi, si çdo qark edhe. E thash rastisht nuk ka ose është ja nuk e njoh fare.
po ta shohësh kur dalin për punë, 2 veta punojnë dhe 33 tjerë rinë te koka, tu e pasi çfarë të bëj ato që punojnë. E para punës herë, ne kemi drejtori pa fund që duhet të shkurtohen, pasi ne jemi 1.8 milion njerëz, kemi 185.000 administrat, majmë ta krahasojmë me Sloveninë, me Kroacinë që janë këto gjë. Pra, partia edhe njerëzit, edhe publiku edhe publiku duhet ta kuptojë që partia nuk është zyrpunësimi. Zyrpunësimi, partia ose pushteti nxjerr mënyra financuese që njerëzit hapin vende pune, që njerëzit marrin, po qeverisë mirë, nuk vjen. Pra, shqiptarët tjerë gjejnë vetë punën. Po ne jemi familjar. Vim te programi. Po prishet i gjë marrim teknikun më të mirë, nuk marrim këvësjellsi. Turi, vim te programi. Ne te programi ta lidhim me pikat që legalizimi themi 6 muaj. Do të mbyllet përfundimisht pse? Ligji e ka 3 muaj. Ata janë gjithë shpërdorim detyre, po të shkoj sot spaku, ti marrë ato ke legalizimi. Pse nuk ka përfunduar procesi? Janë gjithë për burg, nga i pari ke i funit. Pse ligji thot brenda 3 muajve duhet i kthesh përgjigje zotërisë. Kualifikohet, skualifikohet, e merr se merr. E dyta, regjistrimi i gjitha tokave të marrën me ligjin 7501 brenda 18 muajve. Pa pasur nevojë të vesh fare, pasi sot shteti e di kush e ka atë tokë, se pagun taksat qytetari, fshatari, që ka marrë me 7501, tokat e fermës e me radhë. Brenda 18 muajve duhet të gjitha AMTP-t. Përveç atyre që janë, që mund të ketë ndonjë rast, janë 8600 ca dosje që janë në gjykatat e rrethave dhe kategorive ndryshme shkallë para më tepër, që kanë nga 20 vite në proces, janë me mbi vendosja. Tani, një tokë ka 3 vjet, se punon asnjë. Çfarë zgjidhje themi ne se si duhet bërë? Ke gjuti që japi nga 1000 metra tokë, nga 2000, nga 10000, nga 20000 toka në Bregdet, po pas ka toka shtet akoma, ka. Pse ka? Kur shteti jon hyri në regjimin komunist, do lëvizje strategjike. Jo, ja të konvertimi quhet. Ne i themi konvertimi për dosjet që janë me problematikë. Por kisë do më japi tokë se zon muaj do japi Trumpit ai. Ja, le ta sqaroj tani, të lutem. Tani ne themi konvertimi dorsin arabit për gjitha të pra po themi, ne me të ardhur nëse vim në pushtet, koncesionet dhe dhënia e tokave me njerë do pezullohet. Do marrë. Ky s'ka një problem. Rama do iki dhe pushteti do bëjmë këtë pavartit apo. Ka një problem. Ja ta sqaroj çik konvertimin për qytetarët që kanë prona. Unë jam shumë dakord me ju. Unë do them, ky pronari i Qyqi, që është nga Arapa, nga Shaku, nga Juba, ku diu nga Tuliri. Ju zon toka dhe s'ka. Tani Rama e ka dhënë Trumpit, do si këtë Trumpit do japi. Në Shqipëria ja të them direkt ne kena bërë studime shumë thelluara. Po shkova desa të bëhet politika. Po tur, studime shumë thelluara. Gjithë lajmet janë Trumpi, dhënë Trumpit. Shqipëria kush e shajti Trumpin kush? Turi, Shqipëria kur hyn në regjimin komunist kishte X kategori, kishte X toka. Kur doli nga regjimi me thajën e knetave, hapjen e taracave, u rrit pasuria shtetërore, me niveli tokave. Pra dolën me 2X nga regjimi, nuk e marr mend me shifra, pra s'dua ta them konkretisht. Ke bërë 7501 ligji më komunist. Ai nuk është ide, dish komunistësh ai se mori tokën e pronarëve. Ligji më komunist është 7501. Janë ndau prap komunistëve. Unë nuk e kam nga vetë ime, se unë nuk kam një ekspert i madh në këtë fushë. Po ndaja tokës publiku është të ndash atë që ju thoni, është fak neta, është Tura, të si atë njëra me të kesh më të ti veni, apo shpërshëtë në këtë gabime që po probleme se do zhjë. Po se do zhjë. Po ti ki Rama burri herë, probleme ma është para Rama. Po do se me heqë Rama nyshit, po bashkë gjithë e shit heqë. Po bashkë jemi, se shef. Mirë bashkë, në regull. Na shef duke debatu dhe milionit tjetër, të bashkë jemi. Mirë bashkë. Gjithsesi unë të aseri dhe konvertimi që qytetarët kuptojnë pas zgjedhor. Por punën e... A je dakord do kës? Unë nuk flas, do bëj pyetje në fund. Unë nuk flas. Dakord jam. Nuk flas dot për kush është kundër Ramës, jam dakord me ta. Nuk e bëj dot. Nuk e japi dot i përgjigje për këtë, pasi fund fare është me vot. E jeni dakord? Jo, ti personalisht je dakord. As ti se dot. Unë personalisht do të gjojë ata që kam atje me cilët kam krijuar këtë parti. Nëse shumica do vendosi se ne kemi personalisht opinion. Sot ne kemi koalicion. Ne kemi koalicion sot. Atëherë ta marrë. A do mblesh ta marrësh si duna apo do ta marrim si do ai më fjalë, apo si do ti? Jo si do ai. Tani ti marrësh votën qytetarëve, thush do bëj si thot lapaj. Po jo po. Jo si normale, jo si do lapaj. Jo. Pra ky ti mori votën qytetarëve, si do bëj ajo duka? Ne kemi, jo përveç asaj. Ne kemi bashk, ne kur themi lapaj,
Është dhe partia punëtorëve. Pra ne sot e kemi një marrëveshje. A jemi gjithë bashkë kundër Ramës, e pranon këtë? Kundër Ramës po. S'u bë bashkë. Patjetër. Po jemi më burr bashkë. Po sepse edhe bashkohemi. Ne 12 martë do tregojmë ja ta them. Edhe këta janë me Ramën. Se kur vjen puna te kartoni e ngën dorën lart. Shef tani? Tak dorën lart te ligjet për të mbyll listat, vajtet atje para. Unë do doja që ky djalë të ishte në listë hapur, pse? Se e njoh personalisht dhe di kapacitetin. Nuk listë hapur jam, do listë mbyllur. Ore do doja që të ishte komplet lista e partisë 100% lista hapur, pse? Ky ka ke kontesitor. Ja, ta them unë se ai që mbyllet ku janë bashk. Ky po punon çdo ditë. Del shtëpi, lagje, si gjithë kandidatët e tjerë që ne që garojmë, kurse ata që janë mbyllura vinë ke lokali, i kanë mbledh njerëzit, po ky që është ke lista hapur. Flet ky 5 minuta, flasjet e tjerë 55 minuta. A do bëj një pyetje çuditshme. Okej, po nuk është jeta me arrit me marrë mandatë burr. S'është mandati. Ato që janë për listë mbyllur, ti je i bind se atë mandat nuk e kanë marrë jetë. Me mandatin do shkojë on drejt. Nuk është nëse do të gjithë lista, oponë deputatë rradhë. Sa më i votum të jetë njeriu, sa më i arsimuar të jetë, sa më i mirë të jetë, aq më i mirë është dhe produkti që do sjellë parlament. Melia ka qenë i votumi në Tiranë. A shkojmë në Burg? Ja. S'është gjë për thonë. Tani unë mendoj, shiko. Unë kam një pyetje. Edi Rama thot, po zvotut Partinë Socialiste nuk keni pasaportë europiane, më jepni përgjigje të dy. Tani ky thot, po zvotut Partinë Socialiste nuk keni pasaportë europiane. Shqiptarët janë Burg, do të qenë në Europë thotë kjo. Se kshu i bën kjo. O në Europë në Burg. Pasaportë europiane dhe të shkojmë pasaportë europiane, të shkojmë 2 milion shqiptarë kanë. Thot, në paktën si asaj që kuptoj unë. Rama thot kush ai që voton mu do Fosburg, se diktatura këtë bën. Kurse ai që voton mu do që në Europë. Kështu e përktheve ti, nuk e thash ashtu unë. Rama thot kush nuk voton Partinë Socialiste nuk don pasaportën europiane. Tani ai ka planin ke fondet. Unë mendoj që Rama rreth parë herë duhet të japi fund procesit tranzicionit dhe për këto 3 mandatet e fundit. Çfarë nuk e ka realizuar, çojë njerëzit para drejtësisë. Do t'i ke vetë? Do t'i japi fund Rama? Rama do shej burg i parë burg. Po duhet t'i. Unë besoj që një njeri që ka pak logjik, kur i ka gjithë pjesën e ekipit, që ai ka pas shokët më të ngushtë. Zëvendësi ministri, kryetar bashkie, disa ministra, disa deputet. Tani ka një gjë, unë vi nga struktura sigurisë, dim gjithë që kryeministri ditë në hënë, i vetë raporti i shërbimit informativ kombëtar, ku ai mund t'i çojë lloj-lloj pyetje dhe ata do t'i bëjnë prap informacion. Edhe nuk mund të thotë kryeministri që unë s'kam dieni që ministri vjedh, që ministri shpërdoron kur ti ke çdo vit raportin e KLSH-s, që çdo vit e KLSH-ja ty të bjen 2000 dosje me korrupsion. Si s'pas ke dieni ti? Ky s'ka bërë pyetje si politikan, jo si ekspert i sigurisë. Rama thot kush nuk voton Partinë Socialiste nuk marrin pasaportë europiane për mbajtjen 2030-ën. Unë besoj sa vërtet është kjo Ramës? Pa marru dhe procesi i zgjidhjes së problemit të tokës. Jo Rama, po kushdo nga ne që do vi dhe do drejtoj këtë vend, nuk ka shanse të shkojë në Europë me pasaportë. Pasi prona është e shenjtë. Pra, ne pas zgjidh problemin e pronës. Pas zgjidh këtu nuk është zgjidh as prona, as përsekutumit, as ku di unë, këtu është vargu. Po ku do si shkojmë në Europë pastaj? Po ne u kthym mbrapsht 12 vjet apo u kthym para 30 vjet. Të 12 vjet. U kthym në diktaturë. Jo, shiko, ne jemi kthyer në diktaturë që diktati përcakton gjithçka. Fa ka gjë tjetër. Po diskutojmë problemet që janë. Po nëse nuk e bora pyetjen tani se çapo shate po bën Rama me gjuhën. Sa lek morën për bujqësi nga Bashkimi Evropian. Kush nuk voton për Partinë Socialiste, nuk do shkojnë në Burg. Po shkova në Burg, nuk shkojnë në Europë. Po ne si qytetar apo si popull, si ne jemi populli, sa ata janë oligarkët. Bëjmë pyetje sa lek ka marrë Rama, qeveria Rama nga Bashkimi Evropian për bujqësi të radhë. Dhe sa mori Serbia. Që këtu e tregon se sa do shkojnë në Bashkimin Evropian. Qofse ti je me zero, aq që ka dhe kredibilitetin qeveria. Sa lek ka thonë aq besueshmëri ke? Është shumë e thjeshtë. Këtë nuk ka njeri që se kupton. Pra, ke marrë 0 lek nga Bashkimi Evropian dhe thu do shkojnë në Europë. Kur ti je më i pabesueshmi, sepse gjitha fondet që ke marrë kanë dalë gjitha me problematika. Ata kanë pru nga jashtë
Hetus për të tu lekët që të kanë dërgu. Po qartë. Edhe po thot mi kthe mrapsh. Po bandje ai ka pasur zëvendës kryeministri që ka qenë faktikisht ka qenë një zë ashpër për fondot e partit zoti Braçi ka qenë një zë ashpër. Unë do ndalja çik tek kjo edhe sepse është për ta theksuar, ne diskutuam edhe pak gjatë emisionit edhe Po s'na le të flasim për programin. Ja vlen programin, ja thonë qytetarët. Ja ta themi programin tani, ka edhe nga ata që se kanë lexuar. Tuke unë do thoni çfarë do thoni, do marrim 30 kujtar shpesë për hektare, si tani programi tani pak a shumë dihet, i thonë gjitha. Problemi këtu është do jemi bashkë kundër Ramës apo jo? Problemi është politik, jo Si mas opinionit do bëhemi bashkë. Jo të lutem, ma le pyetjen e fundit ta mbyll emisionin këtu. Do ta them unë. Do të bëj një pyetje tjetër. Ne jemi kemi votë emigrantësh sepse është ju keni ardhur në një takim në Itali në Milano. Edhe nëse ka ndjekur takimet, kemi një risi për një vërtetës mira, si çfarë do ndodhi, e kemi diskutuar dhe herë tjetër në emision, ka një risi dhe pritshmëritë janë që të shkojë deri në 200.000 vota që do vinë nga 240, pra i bie 70% pak a shumë. Tani ideja është këtu, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Sa është pritshmëria juaj ke vota emigrantëve, pra e koalicionit Shqipëria Mashtore dhe Shqipëria Bëhet? 1-3 vota e bajmë ne. Kemi punu më shumë se të gjithë. Ne jemi ata që e mundësum votën e diasporës, se kena pret me fotokopje në krah, kur këta nuk e çuna të ligjin parlament, u çum tek deputetëve s'donin ta votonin, se nuk e duan realisht, nuk e kanë drejtën. Si keni punu më shumë sepse 4 kryetar bashkish i di unë që Jo, ne kena bërë shumë takime, ne kemi 2 vjet që kena filluar votën e diasporës. Jo dini që do më ato ligji. 70.000 vota nga diaspora? Po, Mashallah. 70.000. Sa më vota në 7 mandate? 7 mandate. Jo, po nuk ne 70.000 morëm, ne kështu që Rama ka 70.000. Pa ne do të bëhemi bashkë. 70.000 në unë rreth parë duhet që Ramën ta zbresim. Se edhe ne 1-3 do marrim, ha? Ramën ta zbresim. Ishte montazh jo do të them unë atë montazh jo ai postmoderni. Tani. Rreth parë duhet ta mos krijohet qeveria. Shkojmë zgjedhjet parakoshme, ku gjithë jemi të barabartë. Se si jemi të barabartë këto momente. Ti ke numër zot rrin tavolinë us kam. Do të shiko. Do të garantoj. Ta bëjmë ta bëjmë kështu. Unë jam KZZ 25. Ti je KZZ 25. Lutem, një pyetje kam. Do të kurrë me çat kesh nevojë ti që ty mos të pagat asgjë. Po pse ta mbroj votën? Do ta mbroj votën ta. Ja, këtë ta përptoj personalisht. Unë jam KZZ 25. Kur luaj 2 skuadra futboll. Luaj 2 skuadra futboll. Los të uta me Tiranën. Çat majnë jo Barcelona me Realin. Los Barcelona me Realin. Morëm një albite nga Barcelona, një nga Reali për drejtuar nesër. Majmë ca asnjëna tash. Majmë prokuror bosh nga Real o Barcelonë që të kërkosh drejtat e Real ose Barcelonë. Bëj ku jam dakord, prandaj ta çojmë zgjedhjet para. Sa veta kërkojmë po Real nuk bën gjë. Shkoj zgjedhjet para rrugës. Shkoj, po inshallah se jep një deputetet e Ramës që i duhen. Nga ato pateritat që keni me pastaj ka problem tjetër. Se po ja dhat ju pastaj. Unë nuk mendoj. Unë shpresoj shumë se Rama nuk i merr shtatë që ne ardhmë të bëjmë tillë nivel bisede Ne besojmë jo ju kështu jo ne. Jo, ne besojmë fort se do të jemi bashkë. Besojmë fort se Rama nuk i merr 71 mandate. Jo ju, po inshallah pateritat që keni me vete. Për ballkën drejt, nuk e partitë. Unë zoj respekt se jemi çuna lagje. Jemi të dy çuna lagje. Nuk drejtohemi ne me mosbesim në ne jetojmë prapë dy na bashkoni gjë. Gjithë bashkë. Ore çuna lagje jeni që lagje ju këtu jeni kandidat politik për subjektin çuna lagje. Kandidat politik jemi qytetar, përveç asaj jemi qytetar, jemi qytetar mbi të gjitha. Unë jam përfaqësoj që PD-ja të bashkëpunojë me koalicionin e juaj. Nëse nesër do duhet një bashkëpunim për Zuramën. Ore nëse Rama ka 70 vota dhe për këtë nuk ka Rama ka 70 vota, ju do shkoni ke Rama apo ju? Ne nuk shkojmë ke Rama, ne çojmë zgjedhjet parakoshme, ju do shkoni ke Rama vëlla. Unë Partia Demokratike. Zero mundësia, zero. Shumë mirë, zgjedhjet parakoshme. Do bëhemi bashkë të reja me kushte të reja. Unë kam besim. Me kushte të reja dhe tranzicioni. Shiko. Edhe do të ikim nga ky miti i kryetarit që do të më pyet kryetari gjithmonë. Ne shqiptarët kemi nevojë ta heqim këtë mitin. Që jam me lista tapër nuk kam kryetar. E kupton? Që më the shpar që do konsultojmë të jamë rrallë. Unë mendoj shumë mirë gabim shumë mendoj. Jo. Ne jemi ekip djem dhe vajzash që besojmë fort te njëri. Djem dhe vajza nuk janë. Po jo, po këta kanë mbyllur mja. Nuk janë barabartë. Janë shumë. Ky është problemi i kodit zgjedhor pra, lama të mobet. Po aty fillon e gjithë ai kodi zgjedhor, se aty fillon është si puna kur hedh me bë brum pice, hell miellin, hell ujin, hell kripën, hell sheqerin, hell gjitha bashkë, edhe pak vaj. Këta tani e kanë gjysmë bërvlla.
E kanë gjusë të bërë brumin. Vetëm i shtojnë e gjësi për, sepse, po deri te 5 Andurës është i bërë. Nuk du të jemi njanshëm në këtë, por Partia Demokratike është parti 34 vjeçare në treg tani. Ju thatë vetëm i parti e re. Ju jeni për të qenë Gjitha figura konsumume. Këto dikujt e bësh vërejtë. Arbi Lugbashi këtë gjithë mandati i bën në opozitë, s'ka qenë herë ministër. Ku do diun, as deputet kanë. Unë besoj që janë bashkëfajtor të dy njësoj. Manjola Logu po vjen respektuar se nuk ka person që nuk duhet to janë për gjithë figura. Jo për kandidatët. Që kandidatët tonë kanë një historik pozitiv. Nuk e kam te kandidatët, kalojnë për te kandidatët. Nuk duhet të keqsoj debatin. Jo te kandidatët. Nuk e pati rgysin. Unë e kam tek listimi emrave. Shqipërinë ka drejtu 3 emra. 3 emra. E ka kam lind, po bëdhe 1-4. Ti s'de opinionin tat, pra te pa u konsultu me leadershipin, jo me leadership, me ekipin. S'ka leadership të ne, ka ekip, dhe pa na jemi lista të hapura. Ekipi do marrë një vendim në të ardhmen. Tani jam afat për shmërit. I marrut për shmërit e emigrantëve. 1-3. Se kam edhe i pyetjet fundit tani, do jep një mesazh të qytetarëve se boll më gjun mua ato se më duket se folën më shumë. Ja, edhe një gjë, unë paktën për sa i përket kandidatëve nuk kam pasur kur njet dhe nuk do kem kur që të merrem me kandidatët. Ne merrem me politikën. Këtë vend e ka drejtu PS-ja dhe PD-ja. Ne jemi këtu si pasojë e këtë qeverisjes. Kandidatët merren mund, unë jam gazetar. E këtë qeverisjes. Pasi si e majta dhe djatha na ka çu këtu ku jemi. Po mbështet garancinë si forcë e re politike për kështu garancinë ke ndryshimet ligjore që do sjellim. Jo, kom mbështetin sigurinë që ju do vazhdoni njëjtën linjë siç jeni sot. Po sepse ti sot shkon në vjell, edhe tikën kryeministri. Të lutem, po ta bëj po jo vot kryeministri, tikën ministri, pa marrë përgjegjësi penale për atë që ka bërë. Dhe ne themi 25 vjet për gjithë zyrtarët e lartë. E disa janë zyrtarët e lartë të Republikës së Shqipërisë, janë 1880 vetë që kanë fatet dorë ti popullit, që kanë financat. Vetë firmosi koncesion që e the vetë, 175 milion euro dhe do bëj 3 vjet burg. Po, dine pyet qytetarët, jo për 175 milion euro, po për 2 milion euro sa vetë ta bëjmë burg nga 2 vjet. Pra, duhet që ne Kjo është pjesë e drejtësisë sepse po jo, po drejtësia është drejtësia. Me teorinë Napoleon Bonaparte. Po ligjin e bëjnë. Po jam dakord. E jemi Napoleon, do të rritja rrogat apo ti daj hajdotat me jo hajdotat apo. Duke qenë protokol, jam shumë dakord tek Tani un mesazh për të dy për qytetarët, kamën njëri aty, kamën tjetër aty. Unë i përulem gjithë qytetarëve dursak të dalin masivisht të votojnë më të mirin, e kujdo parti qoftë, po më të mirin, votoni kryesisht listën e hapur, mos votoni listën e mbyllur, votoni ata djemë dhe vajza, të cilët kanë marrë riskun të jenë në listë hapur, edhe pse një pjesë e tyre nuk do dalin deputet, po sakrifikojnë ditë natë në mbar territorin e vendit ton, edhe për ata që janë pjesë e këtij qarku, se duhet të flas dhe për kandidatët e tjerë, ju lutem votoni masivisht. Votoni të lirë, sillni ndryshimin. Edhe të rrëzoni kryeministrin. Kaq kam. Kjo fushat nuk është thjesht zgjedhje politike për ДПС, por përcakton e fantin e vendit ton në të ardhmen e vet. Do instalohet një diktaturë, një neodiktaturë, apo do kemi demokraci që i rikthehet themelet veta. Prandaj këtë e kemi të gjithë ne bashkë në dorë, prandaj duhet dalë masivisht gjithë dhe të votojmë. Unë ju sugjeroj të votoni numrin 1, pas numrin 1 ndres Pietrin. Atëherë ky ishte emisioni për sonte, të ftuarit e mi të këndshëm të dy në marrëveshje dhe mos marrëveshje të veta, por që krijuan një emision ndryshe. Unë kisha të ftuar Ergjus Llana në koalicionin Shqipëria Bën, ndërkohë kisha edhe në Spjeti Shqipëria Madhështore. Duke falenderuar për kohën që gjetët për të qenë pranishëm këtu dhe duke uruar të dy suksese me gjithë ato që thamë të diskutuam, të bëhet më mirë për shqiptarët, se në fundit për shqiptarët po luftoni dhe ju dy. Kjo tavolina të bëhet më e madhe dhe të kemi dhe përfaqësues nga jo, po qëse vjen PS-ja do ta zgjerojmë, do marrë edhe tavolinë. Bëhet çik më e madhe ku secili nga ne në zgjedhje lokale, ose po pas zgjedhjet para kohës me zgjidhjen do bëhet shumë shpejt, për 6 muaj jemi zgjedhje të tjera. Atëherë kishte emisioni për sonte. Faleminderit nga unë Artur Llana, takohemi pak orë ditën në mërkur, kur të ftuarit e mi do jenë shumë interesantë dhe janë të veçantë. Faleminderit.